wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me ligjëratën e tretë në këtë ditë të dijes dhe temat që kemi dhe të trajtojmë bashkë është selefi në Ramazan. Para se me fol për selefin, do të me fol për irnekun e tyre dhe tonin, modelin e tyre dhe tonin që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai burr dhe ai njeri i madh për cilin tha Allahu azza wa jalla qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. E keni irnekun më të mirë, shembulltirën më të mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj çish ka qenë udhëzimi i tij, çish ka qenë dita dhe përditshmëria e tij gjatë Ramazanit, jeta e tij ka qenë për Allahun xhalla xhelal. Dhe Allah subhanahu wa taala i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj pejgamber se namazi jam, kurbani jam, jeta dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botrave. Andaj për një njeri që jetën e ka pasur për Allahun xhalla xhelalu, hamdon, është vështirë me fol ose mundesh me paramenu, me imagjinu si ka qenë Ramazani i tij. Andaj tregon Ibn Qayyim rahimahullahu taala se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi shahr Ramadan kana min hadihi al-iktharu min anwa'il ibadat. E ka shtu shumë adhurimin. Dhe në mesin asaj që përmend Ibn Qayyim rahimahullahu thotë yukthiru fihi min as-sadaqati wal ihsani wa tilawati al-Quran. E ka shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë lezimin e Kur'anit, bamirësinë, sadakan, namazin, dhikrin dhe itikafin, dhe pastaj thotë wa kana yakhussu Ramadana min al-ibadat ma la yakhussu ghayrahu min ash-shuhur. Dhe Ramazanit i ka dhënë adhurime që nuk e ka dhënë asnjëri prej muajve tjerë. Andaj vazhdojmë tash me fol për ata të cilët kanë ecë mas hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që janë selefi. Mi po para se me fol për selefin, do të munal nërë dhe me sqaru ku që janë selefi. Selefi dhe të parë tonë janë ata të cilët janë sahabët. Janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilët tha Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Kushdo që i kundërshton dhe i kundërvihet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasi që është e qartë haku dhe e vërteta. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dhe ndjek një rrugë, jo rrugën e besimtarëve. Wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Thot ata kena me lanë atë përzgjedhjen që e ka bën këtë dynjë, më në ahiret kena me dhënë xhenemin. Dhe sa vend i keq dhe përfundimi i keq është xhenemi. Këtu përmend diçka Allahu azza wa jall: "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Dhe ndjek, po thot për xhenem lit, po dhe ka ndjek një rrugë njerëzit e mirë kush? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dhe ndjek një rrugë që jo rrugën e besimtarëve. Po kush janë besimtarët këtu që ne u dashkëmi me ndjek rrugën e tyre? Të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe më pas rrugën e tyre? Ka thonë ulemaja, shumica ulemaja ka thonë janë për qëllim këtu kush? Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Janë ata të cilët kanë qenë gjallë kur ka zbritur kjo ajet. Janë ata të cilët kanë qenë gjallë kur ka zbritur kjo ajet i Allahu subhanahu wa taala surën Nisa. Andaj selefi janë sahabët dhe janë ata që i kanë ndjek, që i kanë ardhur pas sahabëve, brezit tjetër që janë tabiint, dhe pastaj brezit tjetër që janë etba'u tabiin, për cilët tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin muttafaqun alayh: "Khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum." Brezi më i mirë është brezi jam, pra brezi sahabëve, më pas ata që vijnë pas tabiinat dhe më pas ata që vijnë pas etba'u tabiin. E tash pyetja është: çish ka qenë gjendja e këtyre selefit, e këtyre të parëve ton gjatë Ramazanit? Përgjigjja shumë e shkurtër o vëllezër. Gjendja e tyre gjatë Ramazanit ka qenë sikur se gjendja e tyre jashtë Ramazanit. Pra nuk është se kanë ardhur me ndonjë ibadet, me ndonjë adhurim që nuk e kanë bërë ato më herët. Po dallimi ku ka qenë veç në intensitetin dhe përkushtimin. Do të thonë veç këtu ka dalluar Ramazani prej jashtë Ramazanit, am nuk kanë ardhur me ndonjë adhurim që nuk e kanë bërë jashtë Ramazanit. Ato kanë agjëruar nafile edhe jashtë Ramazanit. Qoftë ato ditë që kanë ardhur për hadithe që kanë vlerë ose muaj që kanë vlerë, i kanë shpeshtuar agjërimin nafile. Kur ka ardhur Ramazani, pastaj kanë pas farz këtë muaj më agjëru. Kanë falë namaznat edhe jashtë Ramazanit. Po kur ka ardhur namazi muaj Ramazanit, kanë falë edhe më për kushtim, me intensitet më të lartë. Kanë lexuar Kur'an jashtë dhe kështu me radhë. Edhe dikush që ka pas zakon të shprehi
me xheru nafile, me fal namaznate, me lezu Kur'an, me dhon sadaka, me qenë bujar. Jashtë Ramazanit, që pastaj gjatë Ramazanit ka shfryzuar vetëm me shtu, edhe më shumë edhe më afru Allah subhanahu wa taala, jo se me nis prej fillim, ose me nis diçka që nuk I ka pas më herët. Andaj Allahu subhanahu wa taala këtë muj dhe bekuam që jemi në prag të mujit, Allah azza wa jalla na mësot me arrit dhe me shfryzu ashtu siç I ka hije. Këtë muj që e përmend edhe Hoxha Vedati e ka dallu, e ka veçuar me shumë veçori. Është muji I Tobës, është muji I Gufranit, I falës, është muji ku lirohen njerëzit nga zjarri I xhenemit, muji ku hapen dyert e xhenetit, ku mbyllen dyert e xhenemit, ku prangosen shejtanët, në cilën muji është një natë që është më e vlefshme se nimi muj, e kështu me radhë. Pra është një muj që selefi kanë ditë shumë mirë dhe kanë kuptuar vlerën e këtij muji, andaj e kanë shfryzuar edhe si rrugë për të arritur takvallëku që u përmend në ajet la'allakum tattaqun. Do pse ka bën farz Allah la'allakum tattaqun dhe këtë kanë kuptuar shumë mirë selefi. Andaj do të ndalemi pak bashk me pa çish ka qenë agjerimi I tyre ose çish e kanë kaluar ata Ramazanin. Sepse Allah subhanahu wa taala për atë bresta ose për ato njerëz ta ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab, ato janë ata të cilët I ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala dhe ata janë ata mendarët. E pasi që qenë kanë ata që I ka udhëzuar Allah, ta shohim çka ka bën ato që të mundohemi edhe ne me ec pas hapave të tyre. Ta shohim si kanë qenë ata me leximin e Kur'anit. Ju e dini, pejgamberit alayhi salatu wasalam gjatë Ramazanit I ka zbrit Xhibrili alayhi salam dhe bashkë kanë përsërit Kur'anin. Për çdo natë gjatë Ramazanit ka ardhur Xhibrili alayhi salam dhe kanë përsërit bashkë Kur'anin. Sepse Ramazani është shahrul Kur'an, është muji I Kur'anit. Dhe është për cilën tha Allah azza wa jalla shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muji Ramazanit është muji ku që ka zbrit Kur'ani Allahu subhanahu wa taala. Andaj, pasi që Ramazani është muji që ka I Kur'anit, duhet me kanë lidhja jonë me Kur'anin diçka më e veçantë në Ramazan se sa jashtë Ramazanit. Imam Maliku vëllazër ka pas deshe të rregullta në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me këto deshe të rregullta që I ka pas në hadith I ka ndërprej kur ka Ramazani. Dhe më pas I është përkushtuar Kur'anit në veçantë duke lexuar prej mushafit. Prej mushafit. Edhe Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu taala ka qenë prej ulemave të Medinës tot kur ka hyrë Ramazani, çka ka thonë? Ka thonë inna ma huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Ka thonë kur ka ardhur Ramazani e ka lënë mezhliset e ilmit dhe ka thonë Ramazani është për me lexu Kur'an dhe me dhon ushqim. Andaj ata kur themi tash ne I kanë braktisë mezhliset e ilmit dhe janë përkushtuar Kur'anit dhe lexim, nuk është përshëndim këtu sa ata kanë braktisë dhe kanë bojkotuar ilmin. Jo, vetë janë transferuar prej një ilmit në ilm tjetër. Domethënë prej ilmit të hadithit janë transferuar në ilmin e Kur'anit që e kanë pas, domethënë shprehi me lexu Kur'anin me tadabbur, me meditim, me përsiati, apo. Këta e kanë pas jashtë Ramazanit shumë, apo është ka qenë shprehi, ka qenë zakoni tyre kur kanë lexuar Kur'anin, kanë lexuar me meditim sepse kjo ka vlerë dhe Allah azza wa jall vazhdimisht në për ajetin na ka thirrë neve që ta lexojmë Kur'anin me meditim. Amo në Ramazan vëllezër për arsye të vlerës dhe se për arsye se Ramazani është ayame ma'dudat, ditë të numëruara, ata e kanë shfryzuar Ramazanin duke shpeshtuar dhe shpejtu leximin e Kur'anit. Për arsye të vlerës së kohës dhe momentit. Dhe se janë ditë që kanë më shku, andaj kanë shfryzuar, edhe nëse se ne kanë bën leximin, se ne kanë arritur leximin me pas me meditim. Apo ato janë munduar sa më shumë që ata shpeshtojnë leximin e Kur'anit për arsye të sevapeve të shumta, që më pas dhe i kanë pas Ramazani si një kurs intenziv shpirtnor imanor, që me lënë gjurmë më pas, domethënë zemrën e tyre dhe këto me vazhdu me dashnin për Kur'anin, me mbajt e pakta deri në Ramazanin tjetër dhe kështu pastaj me ripërtri këtë lidhje që kanë pas me librin me fjalën Allah subhanahu wa taala. Andaj tregon Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu I cili thot për Uthmanin radhiyallahu anhu se brenda një natës në një recate ka lexuar këtë Kur'anin e ka bë hatime. Dhe nuk është kjo vetëm te Uthmani radhiyallahu anhu. Dhe të transmetimin nuk kanë ku një farë dyshimi vëllazër, janë të sakta. Gjithashtu Ibn Sirini tregon për Tamim ad-Darin radhiyallahu anhu thot edhe ki ka bë hatme Kur'anin brenda një nate. Imam Nawawi kur flet për hatimet që I kanë bërë selefi dhe për leximin e Kur'anit të selefit, ka thonë sa I përket atyre që I kanë bërë hatme brenda një nate, ka thonë fol sa dush, ka shumë transmetime dhe ka përmend pastaj Uthmani radhiyallahu anhu, Tamim ad-Darit, Said ibn Jubairit edhe të tjerëve. Qatada Muhammad ibn Ismail al-Bukhari vëllazër e ka bën hatme gjatë Ramazanit Kur'anin brenda ditës një herë. Ndërsa brenda natës çdo 3 natë. Domethënë ka ndo Kur'anin në 3 natë në namazin e taravih gjatë natës, ama ditën e po çdo ditë e ka bën hatme Kur'anin. Qatada radhiyallahu anhu rahimahullahu taala kur ka qenë jashtë Ramazanit
çdo 7 ditë e ka bë hatme Kur'anin. Kur ka ardhur Ramazani çdo 3 ditë, e kur ka ardhur që i fundit për cilët do flet hoxha, e ka bë për çdo natë. Bile prej transmetimit më të çuditshme është transmetimi Rabi ibn Sulejman. Rabi ibn Sulejman ka qenë talebe Imam Shafiut. Kur flet për hoxhën e vet, thot Imam Shafiu, thot gjatë Ramazanit i ka pas 60 hatme. Do të thonë që nuk kupton kjo se ka 2 hatme i ka bë në ditë Ramazanit, ndoshta thot jashtë Ramazanit, muaj tjerë, çdo muaj e ka pas nga 30 hatme, do të thonë gjysmën e asaj që e ka pas në Ramazan. Dhe pastaj vet Rabi ibn Sulejman thot, thot sikur se ta kishim mbrënje ose ti shmikon si këto. Do të thonë edhe kthi ka duk diçka shumë e madhe. Ina duke fol për selefin vëllazër. Ina duke fol për dot që kanë pas një lidhje dhe mallënxhim shumë të madh me fjalën e Allah subhanahu dhe nuk kanë shumë mungim me ta. Tamam? Ina duke fol për ata të parë që i lavdroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tash mundesh me thon këto o janë çuditshme. Domethënë janë si transmetime për neve tash, për botën tonë janë shumë çuditshme. Në veçantë kjo Imam Shafiut, po dha atinve që e kanë bën domethënë hatme për çdo ditë ose për çdo natë, sikurse Uthmani radhiyallahu anhu. Mi po këto është e nevojshme vëllezër munal pak, për arsye se ndonjëherë kjo çudia neve mundet me na shti edhe me i mohu ose me i kundërshtu këto dhe mos mi besu këto transmetime. A janë të sakta sa i përket zinxhirit. Mi po duhet mi pas disa gjëra parasysh që më pas pastaj shumë më të lehtë me i besu. E para është një fjalë Uthmanit radhiyallahu anhu që thotë "Law tahurat qulubukum ma shabi'tum min kalami rabbikum." Nëse ishin kanë zemrat e juve të pastërta, nuk do të ishin ngjini me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse zemrat tona ishin kanë të pastërta, nuk ishin ngjine me fjalën e Allahut xhalla xhelal. E dyta që do të më pas parasysh ose kanë qenë një brez që ka pas shumë bereqet në kohën e tyre. Ka pas bereqet në kohën e tyre, po gjithashtu edhe për arsye të leximit të shpeshtë të Kuranit ka rrjedh dhe ka qenë shumë e lehtë për gjuhën e tyre, për gojën e tyre me dal fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Jemi duke fol vëllezër për çka? Jemi duke fol për në lezu fjalën e Allahut xhalla xhelalu, munal me marr Kur'anin, me lezu fjalën e Allahut. Mirë, krijuesi i kohës kush është Allahu subhanahu wa taala. Ti që je nal dhe je angazhu për me, e lezu fjalën e tij, mendon që koha jote ka më kanë kohë sikurse të tjerë? Sa pi selefit neve na ka arrit laj me shembull i kena lezu shpesh, ose kena dëgjuar pjesëllarëve të tjerë që kanë thonë çdo herë që kum lezu më shumë Kur'an, kum lezu më shumë hadith. Çdo herë që kum lezu më pak Kur'an, kum lezu më pak hadith, që nuk kupton kjo se ka u bereqeti që se kum pas. Domethënë është fjala e Allahut, Allahu për arsye se ti je nal dhe e ke doni kohë për me lezu fjalën e Allahut, ka më dhënë bereqet në kohën tjetër që të kanë bërë. Sikurse ka ndodhur kjo edhe te selefi. Domethënë ti është e çuditshme tash çish Imam Shafiu ka arrit çata më bë. Po çash mos shkojnë atë Imam Shafiu, se ti mos më thon tash, mirë, këto transmetime që i përmendën këtë janë ato të brezit parë. A mund këtë kohë nuk është e mundshme kjo? Jo, është e mundshme. Çdo njëri për neve ka çastin në YouTube, apo hinë në YouTube dhe shkruajnë Ahmed Diban. Është gjallë, dhoshiri mosha jon. Për sa e ban Kur'anit në hatme, dëgjoj me veshët tuaja. Për 7 orë gjys ose më saktë për 7 orë 28 minuta. E ban hatme Kur'anin. Bile vet shehu Allahu e rujt, së gjallë, thotë e kum lexuar edhe për gjysën e kësaj kohe e kum bë hatme, që nuk kupton për 3 orë gjys. Qysh për 3 orë gjys, thotë për 3 orë gjys jo me zon. Thotë pe kum bë duke lezu, duke lëviz gjuhën. Domethënë buzë, duke lëviz buzë, llogaritet lexim. Edhe pasi që është lexim, kjo hi pastaj shpërblim e fiton shpërblimin. Pa i lëviz buzë nuk është lexim. Thotë për arsye se zoni edhe lëvizja, leximi i Kuranit, lëvizja shfletimi i fletave, lëvizja e syrit, kjo mundet me marr kohë. A më thot veç duke për shpërit, domethënë duke lezu, duke lëviz buzë, thotë kum lezu për 3 orë gjys. Që nuk kupton kjo çka? Nuk është e çuditshme ajo që e kanë bërë, që është transmetuar nga selefit, edhe pse ne veç me një pyetje mundam me marrë vesh. Nëse japin Kur'anit fjalët e Allahut subhanahu wa taala, pse nuk është krahasim i duhur, nëse japna Kur'anit atë që japna në telefonit gjatë ditës, ndoshta ishim afru shumë selefit. Ndoshta edhe kishim arrit bele. Edhe për kushtim sa japna telefonit, me Allahun e Kur'anit, domethënë nuk ishte kanë shumë e çuditshme çdo transmetime që i përmendëm, edhe pse vëllazër nuk është pyetja se kanë bë hatëm ato, por është pyetja se çfarë lidhje të fortë kanë pasur me fjalën e Allahut që më pas shket për kushtim për fjalën e Allahut xhalla xhala, po ne ato fol për një muaj që është muaj Kur'anit, andaj tham se lidhja jonë me Kur'anin do të më kanë më veçantë. E dyta prej adhurimeve vëllazër që i kanë pasur selefi ka qenë namazi natës ose ndryshe thon taravije.
Domethënë ai tha taravih, tha namazat është e njëjtë. Apo domethënë çdo namaz që falet pas nafile, pas sunetëve të yasis është namaznate, llogaritet namaznate. Për cilën tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin Buhari nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kushdo që fal namaznate gjatë Ramazanit me iman dhe me ihtisab, me iman dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut, do t'i falën gjunat që i ka bë më herët. Ose hadithi tjetër, inna ar-rajula idha salla ma al-imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul layla. Nëse falet njeriu me imamin derisa ta përfundon namazin, derisa të largohet, i shkruhet sikur se më fal këtë natën. Por arsye se kur e ka thonë këtë hadith vëllazër, e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e ka fal namazin e taravis me sahabët dhe kur e ka përfundu, sahabët kanë dashur që Rasulullah ka thonë edhe pjesën tjetër të natës dojna me fal me tije. Ka thonë se je falti me imamin të llogaritet te Allah subhanahu wa taala se këtë natën je fal. E tash namazi natës ju e dini shumë mirë vëllezër, sa është zakoni njerëzve të devotshëm dhe këtë selefi kanë kuptuar shumë mirë, andaj edhe kanë qenë gjendje që ditën me pas agjerim dhe natën me pas namaz natë. Shembull Sa'ib ibn Yazid përmendëm radhiyallahu anhu, përmendëm emrin e tij, po jo këtë transmetim. Tregon se Omeri radhiyallahu anhu ka caktuar Ubej ibn Ka'bin edhe Tamim ad-Dari që kanë qenë mbi dy pjesë sahabë që janë marrë më shumë me Kur'an dhe kanë qenë më dalluar me leximin e Kur'anit, ka caktuar si imama. Më fal taravin tjerëve. Thotë dhe kur lexojshin ata këtë transmetimin që e kanë përpara, domethënë është 11 recate. Kanë fal taravin kanë 11 recate, ka transmetime edhe tjera. Thotë u falshin njerëzve nga 11 recate taravin. Thotë dhe lexojshin në çdo recat bil mi'in. Mi'in ju thuhet sureve që janë me 100 ajete ose të ngjashme. Dhe thotë derisa kunna na'tamidu 'ala al-asa min tul al-qiyam. Derisa thotë kishme nevojë më majt në shkop nga çndrimi i gjatë që është bë, mirëpo edhe nuk dilshmi thotë pi namazit, nuk dilshmi pi namazit, vetëm para sabahut. Domethënë nuk i kanë imamin vet ato dhe më dal pastaj xhamatit. Që është domethënë një dukuri shumë e keqe që i më duke has domethënë për Ramazanet e fundit. Abdurrahman ibn Hurmuz që ka qenë një ulemave të hadithit thotë kana al-qurra'u yakumuna bi surati al-Baqara fi 8 rakat. Dëgjoni vëllazër. Thotë imamat e ndanin surën Taravih, surën Baqara në 8 recate. Çka nuk kupton kjo? Çdo recat i vjen parafisisht ka 6 faqe. Thotë nëse dikush prej tyre e ndante surën Baqara në 12 recate, që nuk kupton kjo ka 4 faqe, ju ka duk xhamatit, ju ka duk se është shkurt. Ka duk se është pak. Ibn Abi Mulejke që ka qenë për ulemave të tabiinve, ka qenë edhe kadibe dhe muezini Ibn Zubairit Mekë, thotë kuntu akumu bin nasi fi shahr Ramadan fa akrau fi rak'ati alhamdulillahi fatir. Ka thonë jam qenë imam dhe kam fal lexuar namazin e taravis, thotë në çdo recat surën Fatir ose diçka të ngjashme, domethënë 5 faqe parafërsisht. Thot wa ma yabluguni anna ahadan yastadqilu dhalik, dhe nuk kam pa ose nuk kam vërejt ose nuk më ka ardhur diçka që dikujt i ka duk gjatë. A po shohim vëllazër dallimin e tyre me neve? Ata domethënë kanë qëndruar me sahat dhe shumë normal, ndërsa ne me minuta dhe na duket shumë gjatë. Ata janë anku pse dikush prej imamave ka shkurtuar, ndërsa ne ankohemi pse dikush prej imamave ka zgjat. Mi pa ata kanë kuptuar se taravia, namazin përgjithësi është qëndrim për Allah subhanahu wa taala dhe janë kënaqur me këtë qëndrim. Ndërsa ne domethënë nuk e kuptojmë kështu, por kurrë ne llogarisim namazin e taravih sikurse një ngarkesë që erdha domethënë në Ramazani po e bojnë se është ashtu, po elhamdulillah që s'është këtë viti që ashtu. Allah na ruaj. Mi po selefi vëllazë kanë shfryzuar Ramazanin, për me ngjall çiket domethënë me ripërtriket ndjeshmëri ose këtë lidhje me namazin e natës. Apo dhe me arrit deri aty që edhe trupi, edhe shpirti mu mësu me dal para Allah subhanahu wa taala, me qëndru para Allah subhanahu wa taala, sepse ata e kanë ditë që taravia nuk është një zakon sezonal, po është një tregues i dashurisë që ki për Allah subhanahu wa taala. Do është një provë, do është një matë sa e kiti, sa i afër i Allahut azza wa jalla dhe sa e do Allahu xhelalu dhe afrimin ose qëndrimin para tij. Ai adhurim tjetër vëllazër që është me vlerë që duhet ta shtjellojmë dhe ta përmendim ashtu bujaria e tyre në Ramazan. Në veçantë dhënia ushqim, Nuk është e çuditshme, domethënë transmetimet që janë transmetuar për tyre, por aty se ata e kanë pas, ata dhe ne e kemi, po në veçantë ata e kanë pas dhe me vepra, jo vetëm me fjalë, sikurse e kemi ne ose shumica jon e kanë pasur në pejgamberin alayhis salam dhe kanë ndjek shembullin e tij.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë shumë bujar, ama dhe më bujar ka qenë Ramazan. A tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili thotë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njeriu më bujar. Mi po edhe më bujar ka në Ramazan. Pse? Se ka taku për çdo natë Xhibrilin alayhi salam. Dhe kanë përsërit Kur'anin. Dhe ka qenë më bujar se sa edhe era që dërgohet. Andaj Imam Shafiu rahimahullahu taala thotë uhibbu lirrajuli ziyadata biljudi fi shahri Ramadan. Iktida bi Rasulillah. Thotë e pëlqej shumë që njeriu ta shton më shumë bujarin, dordhonjen në Ramazan për arsye duke ndjek shembullin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mi po thotë edhe për arsye se kanë nevojë muslimanët për bujari dhe për xhumertllëk në Ramazan. Pse? Sepse thotë shumica atyre janë të angazhuar me namaz, me agjerim, me lexim të Kur'anit. Dhe kjo thotë e ban që ata mos me pas shumë kohë dhe mundësi për me e kërku riskun. Andaj ata që kanë, është mirë me dhanë shumë gjatë Ramazanit që me u ndihmu atyre të cilët nuk kanë mundësi për me u angazhu, e të angazhon ata me diçka që është adhurimi. Ibn Shihab e-Zuhri përmend në fjalën e tij, po ja vlen prapë me përmend inna ma huwa tilawatul Quran, kur ka thonë për Ramazanin se është leximi i Kuranit dhe është dhënia ushqim. Ibn Omer radhiyallahu anhu mavlazar pak ose thuaj hiç, domethënë ka hangur iftar vet. Zakonisht ka hangur me jetimat ose me skina, po nëse s'ka gjetë dikan që ka hangur iftar me ta, ka shkuar ka lip në xhami. Vetëm mos thoja vet. Hamad ibn Abi Sulejman i ka pasur 500 veta, 500 njerëz musliman miskina që i ka dhënë iftar atyre gjatë Ramazanit. E pas Bajramit, pastaj çdo njëri prej tyre ka dhënë kanë 100 dirham. Apo edhe kjo nuk është e çuditshme për to vëllezër, sa ata kanë dish shpërblimin e madh. Apo e dini ju hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith është i saktë sipas Sheikh Albanit, men fattara sa'iman. Kushdo që jep iftar një agjëruesit, e ka shpërblimin e tij pa ju paksu atij. Apo dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë në një hadith që tregon çka vëllezër, këtë hadith tregon se nuk është kusht. Nuk kushtohet me kon fukara, çaj që më i dhon që ti më fitu shpërblim shumë të madh në Ramazan. Jo, mundet me kanë dikush që ka. Po vetë dhënia ushqim është derë shumë e gjanë se vabeve. Për çat pejgamberi alayhi salatu wasallam kur hinin në Medinë çka tha? Ja ayyuhan nas, o ju njerëz, afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bis-salam. O ju njerëz, përhapni selamin, jepni ushqim. Kujdesoni për lidhjet farefisnore, falni natën, keni me hinë xhenet me paqe. A përmeni këtu fukaron? Sa vetë që jepni ushqim, apo? Andaj ka pas selefi vëllezër që ka thonë li an adu wa 10 min ashabi fa ut'imahum ta'aman yashtahun, ka thonë me i thirr, me i gostit 10 prej shokëve dashamirëve të mi, edhe me ju dhon ushqim çata që kanë qef, thotë është më e dashur për mua se sa me liru 10 rob të bijve të Ismailit alayhis salam. Kur përmendën 10 rob bijve Ismailit është për qëllim, domethënë jo rob do si do, po rob që janë me vlerë. Me liru këto thotë nuk është më e dashur mua se sa me i dhon dikoj që e du. Jo se s'ka ai, ka, po vetëm i dhon për arsye të sevapit që kanë ditë. Pastaj vëllezër këtu ja vlen me përmend, ndoshta është edhe për adhurimeve të fundit që ta përmendën me këtë përmbyllim, se ata janë munduar me ndërtu, po ata që e kanë ndërtu pastaj kujdesen mos me prish. Andaj e kanë ruajtur gjuhën e tyre, shikimin e tyre, dëgjimin e tyre. Mos me prish atë adhurim që e kanë ndërtu ata në Ramazan. Pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin e Buhari's sa tha men lam yada qawl az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharab. Kushdo që nuk e lën fjalën e keqe dhe punën e keqe, nuk ka nevojë Allah që ai ta lën ushqimin e tij. Ibn Omer radhiyallahu anhu thot leysa siyam, domethënë thelbi i agjërimit thot nuk është me braktisë hajën edhe pijen, po është me braktisë edhe gënjeshtrën, edhe fjalët e kota, edhe betimin rreshëm ose të tepruar. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu thekë idha sumta falyasum sam'uka wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Nëse ti agjeron, do të vendos me agjeru, mos ta agjeron veç barku jot. Por të agjeron thotë edhe shikimi jot, edhe dëgjimi jot, edhe gjuha jote për gënjeshtrës. Dhe pastaj thotë wal yakun alayka waqarun wa sakinatun yawma sawmik. Do thotë çat ditë ku ti agjeron, ne dallohet se ti je pak më i përult, më i ndihshëm. Do thotë mos tjetë dita ku ti agjeron dhe dita kur ti nuk agjeron, me kanë njësoj për ti. Do të me dallu ti ata. Do thonë dukesh me kanë më i kujdesshëm edhe pse
Kjo do të thonë vlen edhe kur agjeron, edhe kur s'agjeron ti dush me rujt gjuhën tonë, edhe shikimin tonë, po edhe dëgjimin tonë nga harami. Edhe një pjesë e tyre sikur se Abu Huraira ose shokët e tij, për arsye se kanë ditë që agjerimi mundet edhe mu prish, edhe atë mundet mu prish me një fjalë, janë rujt dhe kanë shkuar nëpër xhami dhe i kanë thonë pse po ne shumë xhami gjatë Ramazanit, ka thonë utahiru siyamana, jemi duke rujt ose duke pastru ose majt pastër agjerimin tonë. Edhe Talik ibn Kaisi, e kjo ka njëri prej tabiinëve, ka thonë idha kanë është tregu për ta se kur ka qenë agjerueshëm ose kur ka qenë ditë Ramazani, ka net shumë në shtëpi. Domethënë shtëpi veç ka dalë veç për namazin me xhamat, nga frika se mos prish. Andaj për fund të vëllezër, po shohim se si ka qenë lidhja e tyre me Kur'anin, si ka qenë bujaria e tyre, si ka qenë domethënë namazi i natës i tyre, dhe kujdesi i tyre mos ne prish atë që e kanë ndërtu. Është shumë e rëndësishme vëllezër mundu me ecë pas hapave të tyre. Sepse Allah subhanahu wa taala ka thonë ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Ata janë ata të cilët i ka udhëzuar Allahu dhe ti udhëzimin e tyre ndjekë. Ndoshta është e vështirë vëllezër një mri këta burrë. Po është e vështirë, ama është shumë e rëndësishme dhe thelpsore ne me ecë në hapat e tyre, edhe nëse si arrim këto. Sepse siç kanë thonë fatashabbahu illam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Ka thonë mundohu përpjeku që ti ngjasosh atyre, sepse veç mu përpjek me ngjasu njerëzit fisnik është fisnikëri dhe shpëtim. Andaj edhe nëse se imrina në ato, edhe nëse zbana si ato, më rëndësi është mu mundune me ba diçka me ngjasu ato, Allah pasaj e shef sinqeritetin ton dhe na ndihmon me ba diçka, edhe nëse se bajnë atë që e kanë ba ato, po ndoshta më ndoshta është përlimi sepse Allah është bujar subhanahu wa taala. Lusim Allah në zëvgjë për fund, që Allah të na ban për atyre që e ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ecim pas hapave të këtyre burrave të mëdhtë të selefit. Ne lusim Allah në zëvgjë të na mundson të arrijmë Ramazanin dhe të agjerojmë edhe të falim natën me iman dhe me ihtisab dhe të na pranon adhurimin. Allah shpëlbej për ndëgjimin, wallahu taala alaihi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.